Biblioteka e Tetovës përmes konkursit letrar për poezi bashkoi nxënësit, talentet e ri dhe dashamirët e poezisë e të fjalës së shkruar nga shumë shkolla fillore të Tetovës me rrethin. Interesimi dhe pjesëmarrja ka qenë e jashtëzakonshme, tha në emisionin Pasdite të televizionit Koha Mahim Murtezani nga Biblioteka e Tetovës. Kanë marrë pjesë mbi 20 shkolla fillore të Tetovës me rrethin, kurse për konkurim kishin bërritur mbi 400 poezi të nxënësve nga klasa e 6 deri në të 9-ën. Për zgjedhjen e krijimeve më të mira e bëri komisioni profesional i jashtëm në përbërje Malsore Ramadani, Valdeta Dulahu dhe Florina Ismaili Shaqiri. Qëllimi i këtij aktiviteti prapë po të them që është stimulimi i nxënësve që të jenë sa më afër librit, mbasi në këtë kohë shohim teknologjia është në avancim me sipër, edhe dihet edhe fëmijët tash janë kyçur te këto telefonat, iPadat e kompjuterat. Kjo është një stimulim në bashkëpunim me shkollat që të nxitim fëmijët të krijojnë, të shkruajnë. Biblioteka e Tetovës ka publikuar rezultatet e konkursit në gjuhën shqipe. Vendin e parë e mori nxënësja Eda Behzati nga fshati Kallnik, vendi i dytë i takoi nxënësve Ela Ibrahimi nga shkolla fillore Naim Frashëri dhe Tuana Xhaferi nga shkolla e Nerashtit. Në vendin e tretë u renditën Ylza Muharemi nga shkolla fillore Azdreni të fshatit Glogj dhe Muhidin Mehmeti nga shkolla fillore Sami Frashëri Pirok. Konkursi u mbështet nga Komuna e Tetovës, e cila ndau dhurata për fituesit, kurse u realizua në bashkëpunim me Këndin Amerikan Tetov, ndërsa projekti u përkrah nga Ministria e Kulturës.